Përshëndetje miq të On-Site, ja ku jemi këtu prapë në episodin ton të radhës, si gjithmonë bashkë me mikun tim Lorenz Goga. Përshëndetje, Lorenz, përshëndetje miq. Përshëndetje. Më në fund është pjesa e çerek finaleve, pra që është faza më kulminante le të themi një botrori, pra pas atij kalvarit gjatë ndeshjes. Më në fund jemi në këtë fazë, pra fazë shumë pritur jo vetëm nga ne, po edhe nga shikuesit. Lorenz, doja të pyesja pse kjo fazë realisht është botrori vërtet, pra çfarë është specifike dhe pse është kaq e pritur kjo fazë? Ti ma ke bërë fix pyetjen sepse e di që unë do t'jap një përgjigje, kështu që të bëj skandal. Jo, shikon, aq më tepër mendoj në këtë botror ku ne kemi diskutuar bashkë këtu edhe herët e kaluara. Mendoj që niveli i botrorit në përgjithësi në ndeshjet e para ka qenë shumë i ulët. Prandaj këto çerek finale deri diku duhet nënvizojnë pak meritën e këtyre 8 ekipeve që kanë arritur në këtë fazë. Dhe shpresojmë që më në fund të shohim 4 ndeshje të një niveli të denjë të këtij kompeticioni botror. Jo se nuk kemi parë ndeshje të bukura, por përqindja e ndeshjeve interesante në krahasim me të gjithë ndeshjet e luajtura për mendimin tim ka qenë shumë e ulët. Shpresoj që këtë herë këto çerek finale të rrisin pak të statistikën e ndeshjeve të mira, ndeshjeve interesante, dhe shpresojmë që të 4 ndeshjet të japin emocion dhe në japin pak edhe buk për të diskutuar edhe nga ana taktike, nga ana teknike, skuadrat dhe lojtarët. Maroko me Francën është kronologjikisht ndeshja parë çerek finale, një përballje interesante dhe të kujtojmë që është një përballje që përsëritet në botror pas 4 vitesh, nëse mban mend edhe në 2022-shin në Katar, gjysmëfinalja ishte pikërisht mes Marokut dhe Francës. Atëherë ishte një Marok surprizë në atë botror. Skuadra parafrikane që arrin gjysmëfinalet historikisht, ndërsa këtë herë mund të them Elf, nëse je dakord, që Maroku nuk është më surprizë, po është një konfirmim i një ekipi që ka patur një zhvillim shumë të rëndësishëm në futboll, ku me edhe rezultate, domethënë duke nisur që nga 2022 me atë gjysmëfinalet arritur për herë të parë, po edhe si kampione në fuqi e Afrikës, edhe si skuadër interesante, që kemi parë një nga skuadrat ndoshta më interesante për atë çka ka propozuar gjatë këtij botrori në këtë edicion. Kundërshtari është Franca, që në letër është ekipi favorit për definicion, pra që kur është nisur ky botror, edhe ne këtu e kemi thënë që për sa i përket analizës së përbërjes së ekipeve, Franca është ekipi më i kompletuar, por e pam që gjithsesi është një ekip që edhe mund të vendoset në vështirësi, e pam në ndeshjen me Paraguayin, por pavarësisht vështirësive, në fund edhe mundësia për të patur një stol aq të gjatë dhe një stol aq cilësor, në fund bëri diferencën. Do jetë një ndeshje shumë interesante për mendimin tim. Pikërisht, do jetë tepër interesante kjo për mendimin, do jetë edhe le të themi nga të gjitha 4 ndeshjet e tjera, do jetë për mendimin ndeshja që pres më tepër kualitet. Për vetë arsyen, sepse përveç se një ndeshje e bukur nga ana tekniko-taktike, mendoj se do jetë një ndeshje emocionale, pasi t'i kujtojmë shikuesve që Maroku ka një diasporë tepër të madhe dhe jo më kot gjithë lojtarët janë nga diaspora, pra na kujton pak kombëtarin e Uruguayt apo qoftë kombëtarin ton, pra shumë lojtarë që luajnë diasporë. Dhe arsyeja pse kjo do jetë një ndeshje emocionale, sepse një diasporë e madhe tyre, pra diaspora e madhe është lokalizuar në Francë, dhe kjo do jetë, mendoj, një ballafaqim nervash, emocionesh, ballafaqim idesh, ballafaqim tekniko-taktik, dhe shikoj pak edhe si një ndeshje që do zgjidhet nga momenti, nga situata, në 2 këndvështrime, në këndvështrimin që pritet që Franca të dominoj, por pritet gjithashtu që Maroku të mbroj, jo të mbroj sepse do jetë e dominuar nga Franca, por do ketë një zgjidhje taktike të cilën ta shfrytëzoj me armët e shpejta që Maroku ka në kontrasulm. Pra do jetë e mirë në rest defense, do jetë e mirë për të bllokuar ato yjet e Francës që i ka përpara, ato 4-5 lojtarët që realisht
në cilësi për mua janë më të mirët në këtë botror dhe është e vështirë që ti në situata 1-1 ti mbrosh, po do duhet patjetër një rest defense me të paktën 5 ose 6 lojtar pas linjës topit në fazën kur ti sulmon. Pra diferenca do bëhet nga Maroku, mendoj unë, në pjesën e tranzicionit negativ dhe në tranzicionit pozitiv kur fiton topin. Por ke parasysh që Franca nuk është se do ri duar kryq, ajo patjetër që do mundohet të shfrytëzojë cilësitë që ka përpara. Do mundohet gjithashtu që të kapi Marokun befasi, pra nuk do jetë çudi që edhe Franca të kërkojë të tërhiqet në situata të caktuara. Do jetë realisht një ndeshje që pres që si Mbappé, si Olise të marrin më tepër frena të lojës në dorë, për sa i përket aspektit ofensiv. Por unë e shoh realisht dominuese nga Franca në qarkullim topi, por të barabartë në raste, pasi nuk është se do bëhet diferenca në ato 30-40 pasime kur ti i bën në mesfush, por do bëhet diferenca në ato 5 sekondet e parë pasi rifiton topin. Kështu që e shikoj pak. Maroko e ka treguar, domethënë, kur e rinis aksionin ose kur përgatitet për një kundërsulm që ditë tjetë e rrezikshme, sepse i ka dhe lojtarë shumë të shpejtë dhe teknik. Nuk e dim tani kjo çështja e këtij Saibarit si do të jetë, sepse këto mediat po lexoja sot që e japin akoma të dëmtuar, pra do të jetë një pikpyetje aktivizimi i tij që do të ishte një mangësi e madhe për Marokun, sepse ai është një lojtar që e pam në ndeshjet e kaluara që mund të bëj diferencën në shumë këndvështrime. Por gjithsesi, edhe pa atë, Maroku i ka disa individualitete që kur rinisen, domethënë mund të jenë të rrezikshëm. Ka një gjë kjo ndeshje që do ndezi polemika, që arbitrat janë Argentinas. Do të ishin francez. Në ishte qenë e tepër. Por edhe fakti që arbitrat janë Argentinas ka ngrit shumë dyshime në lidhje me faktin që a është normale që të arbitrohet ndeshja nga një arbitër komësia e cilit është akoma në lojë në këtë botror. Dhe këtu normalisht kjo shikohet në këndvështrimin e një penalizimi për Francën nëse këto teorit që Argentina po ndihmohet pak në këtë botror, domethënë marrin zë, kjo do ishte pikërisht edhe një tjetër element që i shtohet i puzzle-it të këtyre zërave të liga. Të ndërpres pak kjo pjesa. Unë mendoj se kjo që sapo the mund ndikojë, por realisht unë shikoj pak më influencuese VAR-in sesa arbitrin. Sepse kemi situata që ne i kemi parë për gjatë gjithë botrorit, po të shikojmë edhe për kampionate europiane, pra u bë 2-3 vite që realisht arbitri në raste decisive, si raste kartona shkuq, raste 2 verdhash, raste penaltish që është dhe më ekstreme, nuk e jep, pra nuk e shikon përpara syve dhe heq përgjegjësi nga vetë dhe ja lën një moviole që bën sens për sa kohë që ajo është më efektive në gjykim. Dhe kështu që unë mendoj se do të më pas a është Argentinas ai tek VAR-i apo jo. Kjo është ajo pyetja normale. Po, por mos harrojmë që arbitri ka një element në dorë që është kartoni dhe nëse e jep nuk kthehet mbrapsht. Mund të kthehet mbrapsht, por që nëse interpretimi i tij në lidhje kryesisht me një faull loje, pastaj zorë se mund vihet në dyshim nga VAR-i, sepse arbitri gjithsesi ka të drejtë për fjalën e fundit. Dhe statistikat thonë që ky arbitër, domethënë, është një dorëlëshuar në lidhje me kartonat dhe në kampin francez në thojse janë të friksuar pak për këtë aspekt, sepse kanë frikë që mund të ketë teorikisht jemi akoma, domethënë, ne i diskutojmë këto gjëra duke shpresuar që po i diskutojmë kot. Pra ne nuk duam ta çojmë në përmend që kjo gjë mund të ketë qoftë edhe një element të vogël në përqindje të vërtete. Pra duhet ta themi këtë gjë. Megjithatë na takon që ta shoh. Për shembull, dua ta them këtë që në ndeshjen e Argentinës me Egjiptin
përveç shumë gjërave që më bën përshtypje, faul nga cilat rodhën apo jo gola, u aprovuan apo jo gola. Një gjë që më bëri shumë përshtypje ishte goli i parë apo i dytë, nuk e mbaj mend, ndoshta i pari, goditja me kokë, nuk e mbaj mend ishte goli i parë apo i dytë. I Argjentinës, dhe u deshën 7 minuta që regjia të tregonte linjën. Pra nga momenti që goli u konvalidua si i rregullt, më bëri shumë përshtypje si ka mundësi 7 minuta, ndërkohë që me teknologjinë e sotme, atit i matën qimen e flokut të lojtarit kroat. Varet se ku e ve pikën, ku e vendos pikën, sepse kjo është problemi. Dakor, pra, tani, pra këtë po them, pra të zhdashë 7 minuta me pas se ku është pika? Në për diskutime, Lorenz, kjo... Se, gjëja, pra, ajo që do të them është gjëja do t'jetë imediate, do të thënë, që se ty të duen 7 minuta, okej, sa ajo mund të jetë edhe një regjia që e ka patur gati, por nuk e ka dhënë si raste, po gjithsesi, kjo të ngret dyshime. Nëse ti 7 minuta nuk i jep publikut të shikoj linjat e mbrojtësit të fundit dhe të sulmuesit që shënon, le gjithmonë, pra, sa më tepër kohë reflektimi kemi, aq më tepër suspans, le themi negative ose hije dyshuese kemi. Pra, edhe nëse nuk ka asgjë, pse duhet të krijosh të situata që opinioni të dyshoj? Pikërisht, kemi dy lloj teknologjie në VAR. Një teknologji e përdorin, le themi, nuk po them Kupa Botës, se Kupa Botës është inovacioni dhe Champions League, pra janë inovacioni, po janë dy lloj teknologji që edhe shikuesit i kuptojnë, pra është teknologjia, le themi, e thjeshtë, që e ka dhe kampionati jonë shqiptar, e kanë dhe kampionatet ballkanikase, që janë arbitrat, pra ka një, le themi, një shef IT-e, ose ka një, le themi, një person që merret vetëm me këtë punë aty. Arbitrat, kuptohet, janë ato që e gjykojnë dhe në bashkëpunime të vendosin pikat se ku ishte, ku s'ishte offside-i, por e bëjmë manualisht çdo lloj gjëje. Kupton, dhe në bazë të saj pastaj tërhiqet ajo viza që ne e shikojmë, po ajo kërkon një kamerë, le të themi, më specifike, kërkon disa kënde të tjera që të bëhet edhe një lloj, le të themi, përgjysmim ose një lloj mesatare të gabimeve ose të gjërave të mira që mund të ketë ky lloj rasti. Pjesa pasaj që është teknologjia tjetër që përdoren kampionate elitare, le të themi Premier League, Bundesliga, Serie A, dhe Kupa Botës që mund të ketë futur dhe diçka ekstra në kjo pjesë, por më tepër tek cilësia e kamerës se sa tek lloji teknologjisë, është gjysmë automatike ku sistemi vetë të jep 4-5 pika, opsionale ti thjesht duhet zgjedhësh në bazë zgjedhjes, pra le të themi të kap supin, të kap veshin, të kap dorën, të kap dhe këmbën. Dhe ti pastaj aty si arbitër e ke më të thjeshtë të zgjedhësh. Dhe shto këtu për dalur tek ajo që the, të zgjedhësh midis 4-5 pikave që sistemi automatik ti kap vetë, është pak e tepërt dhe pyetja është, a duhet pastaj për hir të futbollit neve të presim kaq shumë ose të kemi këto hije dyshimi, sepse ki parasysh që pas çdo sistemi është gjithmonë një njeri që vendos, apo pastaj duhet ta automatizojmë, le të themi, këtë pjesën e offside-it komplet. Mendimi im është që duhet automatizuar, sepse automatizimi nuk ka më diskutim. Ka gabime, por sa më afër perfeksionit po shkojmë dhe sa më afër shpejtësisë lojës po shkojmë, këto raste janë pak të tepër që ti analizosh për 7 minuta si arbitër, sepse një arsye pse këto nuk ipen në stadium është sepse ka hije dyshimi dhe në 7 minuta një tifoz që pret se ne e shikojmë nga shtëpia, e kemi më komode, pa ai që është stadium realisht ka dhe 10 herë më tepër hije dyshimi se aty. Çerkfinalet e para pa 3 emrat kryesor që futbolli ka njohitur në lidhje me këtë kompeticion, pra pa Italinë që nuk mori pjesë, pa Gjermaninë, pa Brazilin. Ka ndryshuar pak sipas teje këto të fortët e futbollit, pra ka ndryshuar klasifikimi i rëndësisë, apo ishte thjesht një episod ky botëror? Ka pas fatikisht çdo botëror ka pas ato të fortët dhe të dobtit e vet. Kemi parasysh që në
dyshin ku Korea e Jugut doli në gjysmëfinale përballë Italisë dhe fitoi, jo në çerfinale. Dhe në gjysmëfinale ato eliminuan, pra ishte një fazë kualifikuese. Po, në fazën e parë kualifikuese. Fazën e parë që eliminoi pra me ato lloj skandalesh pra që u bën. Pra ka pas gjithmonë episode të tilla dhe botrori prandaj është i bukur dhe futbolli përgjithësisht sepse më i dobti edhe mund të fitoj, gjë që nuk e shikon basketbol, baseball, volleyball, pra është pak më vështirë, është lojë më pikpyetje le themi, që favorizon dhe më doptit. Por problemi i këtyre ekipeve është rasti, për shembull të marrim një ekip që u prit shumë realisht Brazili, jo se ne të dy e kemi diskutuar, nuk është se prisim shumë më tepër për ideja që nga cilësisë flas, për ideja që një trajner i ri, një strukturë pak më europiane, do sillte disa gjëra më mirë, por që kuptuam që genetika le të themi e futbollit brazilian nuk po adaptohet ose më saktë do bëj vështirësi për të adaptuar me futbollin modern. Ke shumë drejt, edhe unë kështu mendoj. Është pak Piles unë mendoj nëse më lejon akoma më keq. Mendoj që ka jo, mendoja që ka humb shumë identiteti. Domethënë, nëse mund ta themi dhe Danieli na lejon, lojtarët brazilian duhet bëhen tap. Duhet dalin natën, të shkojnë në diskotek, të bëhen tap, të mundësisht gjenden ndonjë prostitut edhe të kthehen edhe të bëjnë gol. Kështu kanë qenë. Jo, ne qeshim, po kështu e kanë alegria, kështu ka qenë Romario, kështu ka qenë Edmundo, kështu ka qenë Adriano, kështu ka qenë Ronaldinho, kështu ka qenë Ronaldo. Pra, ato lojtarë që shumë njerëz i kanë bërë të dashurohen me futbollin dhe shumë të bëhen edhe tifoz të Brazilit dhe më pas edhe të ekipeve ku këta lojtarë kanë luajtur, kanë qenë këto lloj lojtarësh. Pra, Ronaldinho merre bëje evropian nuk e bëje dot, prandaj iku dhe nga Evropa në një moshë relativisht të re. Njëjta gjë Adriano, po ama kur performonin me kombëtarën braziliane, fitonin 5 botror. Apo bënin ndeshje që hynë në histori. Pra këta lojtarë duhet vinë, e thonë të Bobo Vieri, domethënë Ronaldo, gjithë shkonim në diskotek, por Ronaldo shkonte më shumë nga ne, ama kur u kthente në fush direkt pasi kishte ardhur nga diskoteka, vinte në fush, u stërviste me ne, me kampion, na bënte përshesh dhe bënte gol. Sepse kështu e kanë ADN-n. E njëjta gjë po ndërpres edhe Gjermania, ka ADN-n e vet. Pra ai Stefan Effenberg që Beckham i shtrin dorën për t'ia shtrënguar dhe nuk ja shtrëngon, ajo është Gjermania. Duhet jesh bjond me sy bojqell dhe Stefan Effenberg. Po i humbi identitetin, pra duhet ato lojtarë të kuptojnë që nuk mund ndryshojnë. Brazili duhet të jetë brazilian dhe ashtu fiton. Po ta bësh Brazilin evropian, nuk do të jesh, për mua Ancelotti duhet konfirmohet, meriton të konfirmohet. Kjo nuk ka lidhje me trajnerin, kjo ka lidhje me dëshirën e madhe për ta ndryshuar ADN-n e një ekipi. Kjo po ndodh në shumë ekipe. Por i vetmi ekip ndoshta që shikoj që nuk ndryshon ADN-ja, pavarësisht rezultateve, është Argentina. Pra e ruajnë atë, edhe kur kanë lojtarë të talentuar, edhe kur lojtarët janë shumë të talentuar, sepse lojtarët e Argentinës sot janë lojtarë që janë blerë nëpër klube me vlera të larta. Pra gjithë mes fushë Argentinës ka kushtuar shumë. Ke drejt për pjesën e Argentinës. Lautaro, Messi, gjithsesi, pavarësisht talentit, ato e ruajnë atë grintën, atë egërsinë, atë lojën latinoamerikane. Edhe Allegri, duhet se kanë më tepër Allegri, më tepër grupë se Brazili. Brazili po kthehet në një skuadër evropiane, por nuk bën ti dot kompeticion për mendimin tim si Brazil si skuadër evropiane. Nuk ja del dot, sepse fizikisht ti me Norvegjin nuk ja del dot kurr. Aq më tepër me këtë lloj Norvegjie. Nuk ja del dot, ti do të bësh Brazilin. Kurse unë Lorenz kam një ide. Falë se ndërpreva. Jo, kam një ide tjetër ke kjo pjesa, domethënë bashkohem me ty ke pjesa që do të ruajë identiteti, por unë kam një problem, unë mendoj se sa më tepër lojtar brazilian kemi që luajnë nëpër klube europiane ose le të themi nëpër kampionate europiane me strukturë të fortë, si rasti anglis, aq më pak mundësi kemi që të shohim brazilianë që mund të dalin në ekipin kombëtar. Sepse çfarë ndodh? Luan në Premier League, le të themi një kampionati më i fortë, kampionati më i fortë. Po ky kampionat më i fortë ka lojtarët realisht më të fortë apo ka ekipet më të forta? Pra, kjo është problemi. Nëse ne flasim për Brazilin, kemi parasysh një Brazil, siç përmend Argentinën, që janë kualitete shumë të fortë individualisht, që nuk është se i duhet thjesht struktura e ekipit. Pra, le të themi një brazilian që luan tek Liverpooli, nuk është se ka luksin të bëj Neymarin gjithkohës. Pra,
është bëhet më tepër pasues se sa një lojtar driblues. Dhe në momentin që ne shikojmë këto lojtarë që me talent shkojnë për këto klube dhe aty pastaj humbasin identitetin, sepse loja, të jemi të sinqert, loja pozicionale, loja me pasime, është më efektive se sa loja me driblime. Pra nëse ne do kemi Spanjën, ajo Spanjë që ne kemi si ide në kohë, Spanja 2010-ës, 2014-ës, është shumë herë më e fortë se sa Brazili 2002-shit, apo Brazili 70-s, apo dhe sa Brazili, apo dhe sa Argentina 2022-shit. Pra që të jemi realistë kjo pjesë. Pra loja me pasime pozicionale përgjedh thellësinë shumë efektive dhe strukturat forta duan që lojtarët t'i bashkohen strukturës për të arritur objektivin që është fitimi. Sepse nga i fitim pastaj janë dhe ato shifra që ne shikojmë 10, 15, 20 milionë që marrin lojtarë në sezon, sepse nuk vjen ai nga që është thjesht lojtar i mirë, por është lojtar i mirë në një strukturë fituese. Dhe kjo pastaj prish identitetin dhe është dashur tani që kombëtarët, le të themi me një lloj backgroundi teknik spektakolar të ndryshojnë, sepse kemi rastin e Norvegjisë, që Norvegjia, le të themi, është një ekip, për ta thënë, ka qenë gjithkohës modest, ai ekip që do kaloj, s'do kaloj. Po shikojmë se sa e rëndësishme bëhet që dhe një ekip, le të themi, modest, me 2-3 yje, ose lojtarë, le të themi, të mirë, përveç Haaland nuk mund të quajë njëri yll aty, edhe Odegaard që ka një lloj cilësie caktuar, është lojtar i mirë, po Haaland, le të themi, është që bën diferencën. Bën që ta gjesh të lojtarë me anë pasime, nuk ke nevojë të driblosh, nuk ke nevojë për atë Lucion në mbrojtje që merr topin dhe hiqen. Pra, dhe kjo pastaj i prish strukturën e ekipeve kombëtare dhe po të shikosh çdo lloj ekipi, kemi pasur edhe tjerë këtë diskutim, çdo lloj ekipi është bërë i njëjtë. Shikon të njëjtën lojë, shikon të njëjtën strukturë dhe në fazat tranzicioni negativ pozitiv janë ato që bëjnë diferencën sot futboll. Situata 1-1 që aty pastaj të duhet ai Mbappé, Olise apo një yll tjetër që do të bëjë diferencën që dribloj. Nëse ti se ke atë pastaj do të presësh nga Messi ndonjë magji që të vi midis tij dhe të japin ndonjë top. Pra, është bërë pak i mërzitshëm le të themi futbolli sot duke parë të njëjtën lojë dhe këtu pastaj ka humbur dhe ajo që ti the identiteti i klubeve. Kështu që një ekip si Brazili me aq hyje me gati 200 milion banor, mos tjetë gjëndet përballoj futbollin në kohë sa kujtojmë që Europa është 300 milion banor. Pra, është një diçka që le për të dëshiruar dhe unë them që janë kthyer, pra që ti të luash nga të vish nga të paktën për lojtarët që ne kemi parë, nga Cafu, nga Dani Alves, nga Maicon, te Danilo, mbrojtësi djathtë, është një rikthim në cilësi, është disa hapa mbrapa në cilësi, sepse nga na ke mësuar ti Brazil që lojtarët e krahut në mbrojtje janë ky lloj, pra janë Carlos, Marcelo, Cafu, Dani Alves, Maicon e tjerë, mora disa që ne kemi parë kohët e fundit, sepse historia ka shumë. Tek Danilo, do më thonë që ti ke bë hapa mbrapa. Patjetër. Sepse gjithë respektin për Danilo është një lojtar që ka bërë një karrierë që gjithë do ta kishin zili. Po nuk mund të luaj titullar te Brazili mbrojtësi djathtë, kur Brazili ka patur ato emra. Pra, këtë du të them. Problemi këtë do fusësh dhe problemi është pse ky Brazil, kjo strukturë, pse nuk bëhen nxjerrat e Dani Alvesin, pse nuk bëhen nxjerr. Dhe unë kam teorinë time që e para punës mbrojtësit e krahut, me që jemi ke mbrojtësit e krahut, ka ndryshuar strukturë, pra nga ai që bën overlapping, bën underlapping, pra kalon nga brenda, duhet luaj patjetër në numër 6. Rasti Danilos, okay, le pak pikpyetje, bashkohem aty, por një mbrojtës sot nuk duhet luaj vetëm me krah, ai lojtari që merr fashën dhe që është lojtar para mbrapa, po është një lojtar që do të luajë në zonën numër 6, do të luajë në numër 8, do të sulmojë zonën numër 10, pra mbrojtësi krahut sot le të themi është bërë ai 10 që dikur që bën diferencën, pra që të jemi korrekt. Ai krijon superioitetin në mesfush, ai krijon superioitetin në gjysmë hapësira dhe ai bën që dhe wingeri të lirohet nëse ka timingin e duhur për të futur në brendësi të fushës. Dhe kjo pastaj heq dhe vetë pjesën e mbrojtësit krahut që po diskutonin. Ai Maicon për shembull nuk do e bënte kurrë këtë lloj pozicioni, apo Dani Alves apo Cafuja. Pra, mbrojtësi krahut sot do të jetë që shikuesit e kenë pak më kollaj për ta pasur parasysh, do të jetë një Filip Lam.
Pra, ai është mbrojtësi krahut sot që është perfekti. Dhe në momentin që ti nuk e ke këtë lloj dhe Cancelo, le themi, po. Dhe në momentin që ti je në gjithë sistemin e akademive, që ti pra e shtyn këtë lloj gjëje për që këto lojtar të formohen të tillë, atëherë të humbet normalisht edhe identiteti jot që e mësuar me këto mbrojtësa krahu. Pra, është dhe pastaj problemi është tu, dalin prapë ka jo, që po europeanizohen brazilianët apo argjentinasit, apo amerikano-jugorët. Më tepër brazilianët, sepse argjentinasit kanë qenë pak më afër evropianëve, po them me këtë aspekt nga mënyra e lojës edhe, po brazilianët kanë qenë totalisht ndryshe. Brazilianët kanë qenë ndryshe, po brazilianët kanë qenë unik, mendoj. Po Lor, po të kesh 10 lojtarë që të luajnë në Europë. E shikojmë me sy të vetë që ajo lojë është më efektive. Po, pra, dakord. Kemi intervista lojtarësh, po të marrë rastin e Guardiolës, që thonin lojtarë me emër si Thierry Henry, Ibrahimovic e tjerë, që në kohën e Barcelonës përballë Mesit ishin askushi, pra për ta thënë, që thonin, më thonë të Guardiola ri hapur në krah winger sepse topi do vite këty. Ndërkohë, gjithë sulmuesit në atë kohë shkojnë në afërsi topit për ta pasur më kollaj për sulmuar thellësinë. Dhe kur ti ta thonë trajner herën e parë, ti mësuar një sistem tjetër, thoje si do mbi topi mua, dhe kur ti shikoj që topi të vinte ty, dhe ti ishe i aftë për shkuar 1-1, dhe kuptuan që kjo lojë është më efektive dhe kjo lojë thjesht që ti do të kesh besim tek shokët e tu të ekipit për ta gjetur me pasim lojtarin e lirë dhe pastaj për të gjetur ty në situatë 1-1 apo 2-1 në krah, e kuptuan që ky që nga sekreti. Pra dhe në këtë sekret atëherë pse duhet të shkojmë gjithë mbas topit, ose pse gjithë secili do të bëjë 2-3 driblime për të vënuar lojën. Pra, është bërë pasimi më i rëndësishëm se driblimi. Dhe kjo është ajo që po e vret pak, le të themi, futbollin nga ajo që jemi mësuar ne. Brezëri nuk e kupton. 20 vjeçarët nuk e kuptojnë, sepse kanë 5-6 vite, 7 vite që po shikojnë perfeksion këtë lloj gjëje. Por ne që kemi pak futbollin ndryshe, i ka humbur pak ajo romanticiteti, le të themi. I ka humbur ajo ngjyra roz, le të themi, futbollit, por është bërë pak bardhëzi. Shikohet kush kontrollon tranzicionin, ti që në fazë që ke topin përgatitesh për të kapur mbrojtjen, pra që rasti se do kemi edhe ndeshjet e tjera Norvegji, Angli që do të diskutojmë, bëhen të rëndësishëm kur ti ke topin mendojnë për mbrojtjen. Është okay, pse mendojnë? Sepse është fituese. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë dhe në momentin që ti ke rezultat, fiton me këtë gjë, atëherë kjo është blueprinti jot që kështu fiton me një ndeshje. Është shumë e thjeshtë dhe rastet për shembull kemi ndeshjen që do presim prapë çeriffinale, kemi pjesën e Norvegjisë me Anglinë, tipike një rast dy ekipe se për fat në këto çeriffinale tani kemi pak a shumë ekipe të njësoj në mënyrë loje, pra Angli, Norvegji përshtaten pak në nivele vertikaliteti. Pa llogarit cilësinë, që mos keq kuptohemi, pra cilësia është komplet në favor të Anglisë, por që rasti Norvegjisë është tipik ai ekip që të mbyllet në një mbrojtje të thellë dhe pastaj pret hapësirat me Haaland edhe me Odegaard në thellësi. Pra këto janë është legjitime të luash, është legjitime ta fitosh, është legjitime të fitosh edhe si Paraguay, të fitosh me jo s'po them me dhunë, se ai ishte dhunë ajo rasti kartonës, nuk u ndëshkuan, po të luash në këtë mënyrë. Ti mund ta kesh zgjidhur ndeshjen fitosh me 3 kartona të kuq. Po është legjitime, po prapë është pjesë identiteti Paraguay. Po. Është identitet ajo pjesë dhe këtu jemi pra që identiteti e ekipeve është shumë i rëndësishëm, siç e ka Atletico Madridi, siç e ka Barcelona, Real Madrid, siç e ka pas Shqipëria, le të themi, pra ekip që nuk ka asgjë të keq, siç ka pas Italia këtë naçon, pra këto japin bukuri. Po humbet kjo lloj gjëje sepse ekipet sot po kuptojnë që pasimi dhe loja pozicionale është më efektive. Dhe kjo është e gjitha. Kështu që unë doja të pyesja ty edhe pak për ndeshjet e tjera, pra Norvegji, Angli dhe pastaj dhe për Spanjë, Belgjik. Norvegji, Angli është përballje interesante dhe mes dy sulmuesve që mua më kanë pëlqyer më shumë këto vitet e fundit, për arsyet ndryshme, Haaland dhe Kane, që janë edhe dy protagonistë të këtij botrori, por ndeshja në fakt është një ndeshje që sjell disa karakteristika shumë më të mëdha se sa thjesht përballja e Haaland me Kane. Ne e folëm, domethënë edhe në aspektin taktik, shumë interesante ta shikosh këtë Norvegji që të gjithë
e prisnim për cilësitë edhe për aftësitë atletike dhe për kondicionin shumë të mirë që e kemi parë. Unë e kam ndjekur edhe gjatë eliminatorëve, sepse ishte edhe në grupin e Italisë ku ka dominuar në mënyrë të egzageruar ndonjëherë çdo ndeshje që ka luajtur, dhe ashtu ndodhi edhe në fillim të këtij botrorit në grupe, pavarësisht humbjes me Francën, po mendoj unë që i bëri mirë. E kemi thënë në onside që i bëri mirë pushimi lojtarëve norvegjez, që ndoshta i dhanë një shtys më shumë të jenë në kulmin e formës në këto ndeshje të rëndësishme me eliminim. Dhe një gjë që më ka bërë përshtypje, pra përveç aspektit atletik që e dija, domethënë e kishim, ka bërë përshtypje dhe cilësia që ato kanë, pra nuk kanë fenomen, ti e the, i vetmi fenomen që është aty është Haaland, po më ka bërë përshtypje cilësia dhe dëshira e tyre për ta luajtur topin, sepse do ishte shumë e kollajshme në kushtet e tyre që mund të luajnë edhe në një top të gjatë, mund të luajnë në një lojë shumë më vertikale, duke patur edhe këtë Nusa, një lojtar të shpejt, po duke patur edhe dy lojtarë që janë mbi 1.90 si Haaland edhe Sorloth. Po në fakt, po ta shikosh edhe me Brazilin, domethënë nuk ato kishin përqindjen më të lartë të mbajtjes topit kundër Brazilit. Mendoj që do tentojnë ta luajnë njësoj ndeshjen dhe me Anglinë. Por në fund, nëse do dinin edhe të mbronin, do ishin shumë të rrezikshëm. Nuk din të mbrojnë shumë, për këtë arsye edhe ndeshjet e tyre shpeshherë janë ndeshje me shumë gola, qoftë nga ana tyre, po qoftë edhe gola që psojnë. Shpeshherë psojnë raste në mënyrë të kollajshme, pavarësisht se kundërshtari realizon apo jo, po shpeshherë kundërshtari ka disa mundësi për të goditur portën e Norvegjisë, që ato nëse ta perfeksiononin, po ndoshta edhe ky hyn ke ky identiteti i ri i Norvegjisë, sepse Norvegjia në futboll është një kombëtare e re, por në këtë identitetin e ri të Norvegjisë ndoshta duhet të mësohemi me një Norvegji që ditë sulmoj mirë, po ditë mbroj pak. Kjo i jep edhe më tepër ngjyrë dhe më tepër bukuri ndoshta ndeshjes, po në fund mendoj që gjithsesi sasia e lojtarëve cilësor që ka Anglia dhe fakti që tashmë kjo është ndeshja e 6 në këtë botror, në mos gabojmë që ata do luajnë bashkë, mund të bëj diferencën në fund të ndeshjes. Kurse unë them, Anglia do ketë nervat, ndërsa Norvegjia do ketë momentin. Pra, kështu e shikoj këtë lloj-loje dhe them kështu sepse Norvegjia do luajë në një low block, ose një blok të mesëm, dhe do presi tranzicionin pozitiv me lojtarin e shpejt që ka përpara me Erling Haaland, dhe Anglia do ketë një rest defense të mirë, gjithmonë me +1, pra ajo 3-2 dhe 5 që i ka sipër. Do mundohet ta zgjidhë me pesshën përpara që realisht e ka tepër cilësore, me një Harry Kane që vjen me disë linjave, por në treshën 3+2 që do ketë mbrapa, do jetë dhe një rest defense perfekt apo safat për të mbrojtur dhe Erling Haaland, dhe patjetër që një lojtar si ai që sulmon thellësinë i duhet një mbrojtës për dublazh gjithmonë mbrapa. Kështu që kemi ndeshjen Spanjë-Belgjik, pra dhe kjo pastaj nga pjesa kualitative, le të themi, është interesante. Si e shikon këtë pjesë? Spanja vazhdon të luajë atë futbollin që i njohim, vazhdon me këto pasimet e shpeshta, pavarësisht se unë kam thënë disa herë që mua dy lojtarët kryesorët mes fushës spanjolle, Pedri dhe Rodri, këtë herë më janë dukur pak të lodhur, me thënë drejtën Elf, sepse ndoshta edhe nga një sezon i gjatë, Rodri kujtojmë kthehet nga një dëmtim i rëndësishëm dhe më janë dukur pak të lodhur, edhe pse ato kanë arritur, domethënë në këtë fazë, në ndeshjen e fundit me Portogalinë arritën të kalonin, të kualifikonin me jo pak vështirësi. Nuk është Spanja brillante që kemi parë që fitoi Evropianin, kampion e Evropës në fuqi, është e njëjta Spanjë me një kondicion më të ulët fizikisht, e kam fjalën, dhe pa Nico Williams, të cilin
akoma nuk e kemi shijuar, po themi. Pra është për njëta Spanjë me disa vite më shumë, me dy qendër mesfushorët pak më të lodhur dhe pa Nico Williams dhe me Yamal që është kthyer nga një dëmtim shumë i rëndësishëm dhe ai. Nga ana tjetër, Belgjika është një nga ato ekipet që nuk do ta kisha menduar që do arrinte në këtë fazë, ashtu siç e filloi në fazën e grupeve, por ka ndodhur shpesh në historinë e botërorëve që disa skuadra fillojnë edhe janë pak kështu si diesel, fillojnë edhe karburojnë pak me vonesë. Ama kam parë që në disa ndeshje ka patur disa element që duhen theksuar edhe nga ana taktike, po edhe ky përdorimi i Lukakut në pak minuta, i cili ndoshta sot është ai që ka shënuar më shumë gola në përqindjet minutave, gola për minuta, ka domethënë vlerën më të lartë. Është interesant sepse ato tentojnë që të luajnë me një nënç fallsi deketelar dhe atëherë kur nuk i shkon mirë kjo lloj kanë mundësinë që të kthehen në një nënç klasik me peshë siç është Lukaku dhe o me njërin o me tjetër kanë arritur ta gjejnë atë ekuilibrin e vet. Është për të parë Spanja favorite për mua, por një ndeshje më e ekuilibruar se ç'mund të mendojnë njerëzit. Po. Unë them që Spanja do ketë, le themi, dominancën në qarkullim topi, ndërsa Belgjika do jetë ai ekipi që do luajë në kompakte, do shfrytëzojë ato 5 sekondat e para pas marrjes topit, ndryshe nga ekipet e tjera, për ta thënë që shumë e rëndësishme në moment që ti kap topin, është shumë e rëndësishme që të gjesh pra të kesh atë perceptime se ku duhet çosh topin dhe Belgjika këtë e ka sepse ka cilësi realisht në mesfush. Dhe pastaj pjesa e sulmimit të thellësisë që mendoj që këtë ndeshje do luaj me Lukakun, pasi është ai lojtari le themi që lidh gjithmonë mbrojtjen kundërshtar dhe gjithashtu sulmon edhe thellësinë. Kështu që shikoj realisht një ndeshje të balancuar, Spanja që do mundohet që të spostojë kundërshtarin sa më majtë në djathtë për të kapur situatat 2-1 apo 1-1. Dhe Belgjika që do jetë ajo ekipi që do presi momentin dhe do jetë një ekip që mendoj se do ndëshkoj Spanjën, do ndëshkoj jo për rezultat, por do ndëshkoj edhe në moment caktuar të lojës. Dhe shikoj një ndeshje të balancuar, jo në qarkullim topi, por shoh në raste të balancuar. Dhe ndeshja tjetër që Argentinë-Zvicër. E thash edhe përpara që është janë disa këto çerezfinale ngjasojnë pak. Jo më kot thash ngjasojnë sepse edhe rasti Argentinë-Zvicër janë dy ekipe që nuk po them të shprehin as mish as peshk, pra që edhe tolerojnë, po edhe gabojnë, po edhe ndëshkojnë, por patjetër që cilësi kemi Argentinën që kemi më lart, po nuk është se kanë bindur realisht në lojë këto dy ekipe, pra si e shikon këtë pjesë? Argentina ka patur tani nuk duhet të kthehem në polemikat e fillimit e misionit ku u diskutuan lidhje pak me ato që mund të quhen favoritizmat Argentinës, por statistikisht deri tani domethënë ka patur përballjet më të kollajshme sipas ranking FIFA. Domethënë po të bëhet një mesatare të gjithë kombëtarëve që kanë luajtur kundër Argentinës në këtë botëror, përfshi këtu edhe Zvicrën, po ti mbledhësh ranking FIFA dhe të bësh mesataren, del numri më i lartë në krahasim me çfarëdo lloj kombëtare tjetër. Më i lartë kuptimi që janë më poshtë në ranking këto kombëtarët kundërshtarë. Pra, a ka ndodhur me dashje apo është gjithmonë fat i madh i kësaj Argentine që i ndodhin gjithmonë Argentinës këto situata, nuk e di, këtë do ta shikoj historia. Por Zvicra është outsideri i kësaj teçes të çerezfinaleve, është outsideri domethënë që ndoshta më pak njerëz prisnin, por në fakt për ato që e kanë ndjekur pak futbollin zvicerian, Zvicra ka shumë vite që tenton të përmirësoj futbollin dhe kemi parë dhe në evropiane, bëri një evropian shumë të mirë në Gjermani, pati goxha rezultat edhe në stilin e lojës dhe ka vazhdimsi. Domethënë Zvicra edhe ky trajneri Jakin është një trajner që ka vite që punon në Zvicër.
dhe i njeh mirë ambientin, i njeh mirë lojtarët dhe këto kanë një fizionomi, kanë një identitet edhe këtu, edhe pse të ri, po këto lojtarë po rriten me një identitet. Pra, ndoshta në këto 8 ekipet që janë prezente në këto çerek finale, Zvicra më duket më shumë afër i një stili të klubi se sa kombëtare, për mënyrën se sa kohë kanë këto që luajnë bashkë, mënyrën se si luajnë etj. Pastaj është normal, diferenca shumë e madhe teknike, ti e the mes dy kombëtarëve, edhe po ti masim vlerat e këtyre lojtarëve, diferenca shumë e madhe, por në Zvicra ka entuziazëm, ka dëshirë, ka një qëllim, ka një stil loje të vetin, ka dhe disa lojtarë interesant, në këtë botror shkëlqeu dhe ai Manzabi, që me shumë mundësi mund të jetë pjesë e ndeshjes me Argjentinën, ka dhe Xhakën që di të shpërndaj topat mirë, ndoshta nuk është Xhaka fizikisht ai që kemi parë në vitet e kaluar, por është një lojtar shumë i rëndësishëm për Zvicrën, ashtu sikurse nuk është fizikisht ai Messi që kemi parë vitet e kaluara, por është në të njëjtën mënyrë shumë i rëndësishëm për Argjentinën. Prandaj edhe këtu, duke patur parasysh edhe vështirësitë e Argjentinës, se si ka ardhur Argjentina deri këtu, ndeshjet me shumë vështirësi të fituara me kepin e Gjelbert dhe me Egjiptin, tregojnë dhe varësia e madhe e Argjentinës ndaj Messit është në një farë mënyrë një handicap. Sepse nëse ti arrin ta neutralizosh Messin siç duhet, apo nëse Messi ndoshta nuk e ka atë ndeshje sepse mund ndodhi njëri është dhe ky i shkreti, mund të bëjë një ndeshje jo, alternativat janë, ose të paktën alternativat deri sot nuk kanë dalë në pa. Pra shikoj një farë ekuilibri, normal që favorit për mua është Argjentina. Po, patjetër edhe unë them që Argjentina është favorite. Kjo jo për mënyrën se si funksionon si skuadër, por për mënyrën e kualitetit që ka. Zvicra është ai ekip që funksionon, siç e the edhe ti, si një klub futbolli, ku lojtarët është për të pasur, le themi, në konsiderat kjo pjesë, ku lojtarët janë mirënjohës gjithë që luajnë për kombëtare. Pra janë mirënjohës dhe i bashkohen një ideologji dhe kjo ideologji është shumë e rëndësishme për një kombëtare. Është një ekip që do mundohet të ndeshjet ta kthejë në favorin e vet, dhe jo për shkak të cilësisë, por për shkak të emocionalitetit që ndeshjet ku janë me knockout janë gjithmonë të vështira, sidomos për atë që është favorit, dhe me kalimin e minutave do mundohet ta kthejë në favorin e vet. Messi pastaj do mundohet që ta marrë Argjentinën përsipër, por problemi është se sa Argjentina do kalojë mbi Messin. Dhe kjo është pikërisht një ato ndeshje ku ekipet të tjera si Zvicra do mundohen të neutralizojnë Messin, dhe ky është një armë plus që ti ke gjithmonë favorin për të bërë më tepër sa Messi dhe për ta fituar ndeshjen si skuadër. E admiroj Zvicrën për mënyrën që ka gjetur që të bëjë që këto lojtarë me kombësi shumë të ndryshme me njëri tjetrin, sepse vetë Zvicra ka 3 kombësi. Pastaj, normalisht duke qenë një vend që ka pritur shumë imigracion, gati të gjithë lojtarët e Zvicrës, shumë pak, po themi, janë zvicerian të vjetër, dhe është shumë interesante që ka arritur pra të krijojë këtë lloj grupi me një dëshirë për të luajtur për kombëtaren e Zvicrës, domethënë këto ndjehen pjesë e një kombi, pavarësisht se po ti marrësh një nga një janë gjithë kombësi ndryshme. Pikërisht, janë tepër mirënjohës, edhe realisht mirënjohës jemi edhe ne për Po jo, edhe bravo, këto zvicerianët që kanë organizuar dhe që kanë vendosur në shina këtë kombëtare, bravo, domethënë për atë çfarë bëjnë, për punën që bëjnë. Patjetër, është edhe çik temë kjo pjesa se sa lojtarët janë më të mëdhenj se federata dhe federata më madhe se lojtarët. Pra është rasti tipik që federata është më madhe se lojtarët. Në rastin e Argjentinës, kishim rastin e Ronaldos, në Portugalia, pra janë lojtarë që janë më të mëdhenj se kombëtarët dhe se sa federata, dhe kjo pastaj kthehet në një problem. Kur federata është ndikuese, fanella është ndikuese tek ty, atëherë ti bashkohesh në një ideologji. Kështu që shpresoj që edhe shikuesit Lorenz të jenë bashkuar me ideologjinë tonë sot, të jenë kënaqur duke parë dhe këto analiza dhe këto komente që ne i bëm. Të nderuar shikues, do shikohemi bashkë në puntata tjera, kështu që ju mirëpresim dhe siç thotë Lorenz Goga mos dëroni kanal. Offside.